Shikojmë prindër të cilët kujdesen për fëmijët, madje edhe për adoleshentë, fëmijët e tyre adoleshentë dhe të rinj, kujdesen për ta dhe mendojnë se kujdesi atyre është edukimi. Jo, kujdesa është diçka dhe edukimi është diçka tjetër. Menaxhimi i gjërave, keq menaxhimi me fjalë i këtyre gjërave është faktor në të njëjtën kohë që bën atë jetën monotone, të rinjtë ta shikojnë një jetë monotone brenda familjes, dhe ata fillojnë mërziten, po pse kjo është jetë, pra do të ketë një jetë e larmishme brenda familjes. Edhe sikur bezdisen me pjesëtarët e familjes. Patjetër që bezdisen, ka për tyre që nuk ruajnë më edukatën dhe i hakarrejnë prindërve. Gjenë hati diku tjetër. U bërtasin prindërve sepse gjenjë hati ndryshe nga të tjerët. Për shembull, ai ka shok, një i ri ka shok, disa njerëz të cilët mund të jenë dhe më të mëdhenj se ai në moshë, por nuk i bërtasin asnjëherë. Kurse prindërit vetëm se u bërtasin dhe po rrjedhoi, ai do gjejë një lloj, domethënë, ai do shikoj familjen si diçka monotone që tashmë është mërzitur me të dhe nuk ka se çfarë të mësoj më shumë. Ai don ta respektoj prindin, babin, mamin e tij, babën, nënën e kështu me radhë, don t'i respektoj, mirë, por në të njëjtën kohë shikon një frymë e cila nuk po ndryshon. Pra, ky po rritet, po formohet, po edukohet, po arsyemohet, ndërkohë jeta brenda familjes është gjithmonë diçka që lidhet me të shkuarën, sepse nuk ka aktivitete, nuk ka programe, nuk ka projekte. Andaj një nga format e rikuperimit që ju pyetet është që brenda familjes të ketë projekte të qarta, një vizion të qartë për të ardhmen e përbashkët. Dhe ku do të marrin pjesë, do të angazhohen edhe fëmijët, të cilët duhet të kërkohet mendim. Fillimisht, edhe pse sa janë të vegjël, ata do t'japin mendimet gabura, por ne do t'i vlerësojmë për pjesëmarrjen e tyre. Ne do t'i vlerësojmë për angazhimin e tyre dhe për rrjedhoj ata do të fillojnë të edukohen, të arsyemohen, ndryshe do gjejnë vetveten, do ndjehen të vlerësuar, do të edukohen mirë, do të ketë me plan programe dhe projekte konkrete me një vizion të pasur, domethënë për të ardhmen, ata do ndjejnë vetveten, domethënë në një jetë e cila është e larmishme dhe nuk do të merren gjithmonë me të shkuarën, duke dëgjuar vazhdimisht të shkuarën e babait e tij, të shkuarën e nënës së tij, bëmat, rrëfenjat, gjërat e mira kështu me radhë, dhe ky vet nuk po stërvitet, dhe ky vet nuk performohet, që dhe ky të ketë veprimtarinë e tij të suksesshme në jetën e tij. Është shumë e rëndësishme përcaktimi i projekteve, duke filluar nga plan programe nga më të voglat e deri në realizimin e projekteve të mëdha, të cilat shumë prej tyre lidhen ngushtë në të ardhmen, ose mi themi ato plan programe, afat shkurtra, afat mesme, afat gjata. Afat gjata cilat janë një program vërtet shoqëror, një program vërtet që lidhet me besimin e tij, lidhet me të qenit kapacitet. Ky do bëhet dikushi, atëherë shiko fëmijë, o fëmia ime, o djali im, o vajza ime. Atëherë cilat janë lidhje që ne do të ruajmë për të qenë vazhdimisht të angazhuar bashkë për realizimin e projekteve të ndryshme, vetëm në këtë formë do të kemi mundësi që sa do të largohet qoftë dhe teknikisht fëmia nga shtëpia, ai do gjej një fole, ai do gjej ngrohtësi, ai do gjej një vend që e thërret, madje e tërheqë një magnet, nuk shputet dot ai më nga familja tërësisht, sepse ka një familje të mbar, një familje të aftë, një familje të mirë, një familje me vizion, një familje me projekte, një familje që projektojnë, një familje që jetojnë së bashku të tashmen dhe projektojnë për të ardhmen e përbashkët të tyre.